Përshëndetje i nderuar, fillimisht falenderoj shumë që pranove ftesën nga ana jan. A mundesh më na fol pak për kohët e mëhershme, si kanë qenë ato kohë dhe sa të vështira kanë qenë? Kohët e mëhershme e ki fjalën për traditat. Për kohët e vështirësi që kanë qenë atë kohë, traditat krejt në përgjithësi. Spori ju falenderoj që jeni ardhur mosafir në shtëpinë time. Traditat përpara, sidomos traditat kombëtare, kanë qenë me rëndësi të veçantë. Për shembull, përpara shkollimi ka qenë ma i ulët, po kushtet ka qenë të vështira. Domthonë për mu shkollu dikush u dosh me pas mjete, e vendet rurale e kanë pas këtë vështirësi. Po i kena pas odat. Odat për mu ende janë Akademia e Shkencave. Edhe besoj që edhe ma shumë se Akademia e Shkencave. Apo shfrytëzohen sot ende odat, qysh janë shfrytëzuar më herët, për shembull jeni mbledh gjithë burrat, keni nejt aty me orë tëra. A mundesh më tregu pak, a janë harru pak ato kona? Se në atë kohë normalisht që jeni mbledh shumë. Vallai ato kona janë harru edhe mos thëm si veç naj të bim diçka i veçantë se nuk ka ma. Janë odat ekzistojnë, po asi lloj të bime nuk ka dhe përpara ka qenë pak ma ndryshe se për shembull punësimi ka qenë ma i vogël. Edhe për shkak asajna një njeri ka punue, po i ka mojt 2-13 antar, 15 antar, besa edhe 20 antar, po kur ka ardhur musafiri, po supozojna që na i na shku musafir pjesën e Malishevës. I na shku për një natë, jenë ardhur kushëriti ati miku a dashamiri, edhe ka thonë nesër, krejt ta musafir jeni në kanokun tem, edhe nuk të kanë shu bëhaki me një javë. Një javë, sontet ka marrë njoni, nesër të ka marrë tjetri, edhe ka qenë dyqysh edhe shoqëria ma e mirë, nashta Muhabeti nashta ka qenë ma i shnosh. Nashta, po ma i shnosh gjithsesi. Ushqimi nashta ka qenë ma i dopt se tash, po hareja, gëzimi, dashamirësia, gjitha kanë qenë. Edhe dasmat kanë qenë ndryshe. Mundesh më fol pak për dasmat, si kanë qenë dasmat në atë kohë? A kanë qenë ma gazmore se sot? Shumë ma gazmore kanë qenë ashta ma thjeshta kështu në atë aspektin modern, po supozojna, është bo një dasëm, po flas për fshat. E ka pre një bik ose një lop ose një mështirë e ka pre, edhe i ka pas kushërit aty të afërm që kur kanë qenë ushtar, ata kanë qenë xhillbërsa. Kanë ditë me përgadit ushqimin. Domethënë i ka pas njerëzit e caktuar kush me bo ushqimin. I ka pas njerëzit e caktuar kush me bo shërbimin, hyzmetin. Ka fillu dasma të hejten. Jenë quhe para sabahi, kanë zgjuar, kanë kriz defat, ka fillu si ceremoni. Pastaj u konë ajo dita e grave mos harroshat premtëv, që i kanë kojtat nusen me defa granimi. Shtunën kanë shkuë te i zëti dasmes për dark. Kanë hongër dark, ka pas shahira, të gratë ka pas me defa, janë konë dame. Edhe jo sikur tash për shembull e lëshon volumin e muzikës, ti nuk mundesh me bashkëbisedu me ato si kin tavolinë fare, as një fjalë se në rënë se nuk e ndëgjon. Edhe këta shahirat kanë knu, kong patriotike, i kanë frymzuar rinin, kur kanë pushu ata, pjesët e kanë marrë fjallën, kanë fol mesele, kanë tregu tregime, kanë tregu luftat që kanë qenë ma heret, fjallë të urta popullore, kanë kesh. Domethënë nuk pas ka qenë vetëm muzikë që është tash. Muzika ka qenë. Po ka konë gjithçka e organizume. Deri në që ka që ora ka me konë muzikë, mas kësaj ore ka me konë krejt e organizume. Muhabet. A di që ka qenë, aja si pjesë. Po supozojna gjysore kanë knu shahirat.
ata e në lodh, këta kanë dëgju sa kanë knu ata jenë alë me pushu, kanë marrë ushqim diçka pije, atëherë s'ka pas kështu lëndë sigur tash, ka pas për shembull çajna, ka pas mesh, ka pas menze kështu ka pas, edhe tani ka fol plaku, kush u kon kry plaku, tani kanë marrë fjalën tjerë, të rend, kanë marrë fjalën, kanë marrë edhe rinia fjalën. Disa atëherë kur e kanë marrë fjalën nuk edhe me të thonë a bën me marrë fjalën se ka qenë respekti deri në kulm. Si s'ke ditë me folja të sot se ke marrë fjalën hec, edhe pejtrive kanë pasë respekt njerëz të arsimum. Profesorëve ju ka dhënë fjala, edhe ata kanë folë në fjalë, diçka për arsim kanë tregu, për punë të plesnis kanë tregu plest. Edhe tash, kur kanë dasht me ra me fjet, i zoti dasmës baki ka pas 200 mësafir. Tash, ko i shija tu që në konë, ka thonë, unë e për i marë 70 vetë, tjetër ka thonë, unë për i marë 7. Ko i shija dhe i kanë marë me fjet në shpit vetë, ju kanë jebë në dilën me nëzes, tani kanë shku në dasëm, e kanë vazhdu dasmën deri sa u hidhanëre. Do kanë krejt njërë perfekte organizume. Kujshia ka qenë si familje në atë kohë. Si familje ka qenë. Po e tash unë e po du më ndalë pak edhe te vështirësitë e tuja, a ki kalun ai vështirësi në jetën tone? A ka pas rast që për shembull shkollimin e ki pas ma të ngecun, ose atë ka mek merak diçka prej asaj kohe që sot thute kisha pas qëtë kohë, sot i kisha mri që ato të asaj kohë. Shore, edhe pse vështirësitë financiare kanë qenë prezente 95% popullsisë. Po apet domthon njerëzit ka shit diçka pi baktive ose pi drithnave ka shkollu në zonësin, po problemi ka qenë pushteti atëhershëm. Domthon e kena pas pushtusin sërbe, kena pas edhe domthon çaja ka qenë vështirësia kryesore për ta u kon vetvrasje shkollimi jon. Domthon për Serbinë u kon vetvrasje kur na jena shkollu. Si kanë lënë për me u shkollu? Unë për veti pej 8 vjeçarës kam shku në shkollë ushtarake se e kum desht lamin ushtarake dhe kum ndrruë si sot nestra, gjithmonë dyqysh e kum pas një farë parandjenje se edhe gjyshtrit e paraarsit e mi e kanë luftue pushtusin sërb. Edhe kum thonë, marrë shkollë dhe nestra më bo lufta unë vyna e mu e për me realizu dhe më honë luftën. E kur kem shku atje, unë pa ta konkuru në Zagreb, ata me qëllim nuk më pranu në Zagreb, po nësu në Beograd. E unë nuk dësha në Beograd, më honë pa ta bo kërkes, me nërruë, e ma nërruën tani shkova në Sarajev, po edhe atu nuk në lashin radë, më honë fillun montajat politike, po ndëgjën muzikë shkurt e fejzës, ke full në prezencën e këtina kështu dhe më honë, shteti sërb nuk në kalon më shkollu. Nuk në kalon më shkollu. E tash për shembull, çfarë mendimi ki për rinin sot që po i kanë gjitha të mirat, s'po kanë pengesë për kur gjo, edhe ankesat po janë shumë të mëdha. Vallai, s'di sa me thonë, mua e ka herën vjen more se me arsim rinia nuk janë kërkonisë. Unë në vitin 2017-2018 e pa ta regjistru fakultetin e masinerisë në Plesni. Kur fillum ato, pëshin hajgore ata, do edhe me ndëshin me të vërtet që jem profesor. Thash o student jem. E bëshin ata rinja, po shkuronin e jesë, o student jem. E hishëm provime, kolofijëm, pashat mollin zët 3-4 studente e në konë ma dalum se ves emnin, bi emnin shkrujke, me të ke fleta thot, nuk dishin sen, nuk dishin. A mendon që tash intervenimet po e bojnë që veç me shkru emrin, bi emrin edhe me dal prej sallës? Po për që ta dhe jena ku jena se dhe më honë mersi me mjekësi, me krejt jena shumë ropa jena. Dhe më honë mos për kushtimi, ndaj mësimit me mësu, është jena mrapa. E unë po du më ndalë pak edhe te oda që përmene ma herët. Zakonisht kur takoj shumë njerëz, matë më shumë gjithmonë thojnë, atëherë ka pas burra not, sot nuk ka. Pse e thojnë këtë fjallë? Ka pas burra se burri kur e ka dhonë fjallën, nashta edhe i ka ra keq,
Po kur e ka fjallën se ka shkel fjallën. Përsa ta ju kanë thonë bura. E tash, une po merrna edhe me dë projekte filmike, une peshë si, për shembull, e merr një projekt, për pak pare ta nërën. Dëmonë se ka gojë si i ka thonë fjallën, është godit për shembull, vjen marrë vesh për çmima diçka këshyrë, merë mas 2 epizoda, atje nuk po duhet çështu për çështu, dëmonë s'ka burni. Shumë pak. Ka burni, po ja, 90% ka hunë fjallë. Atëherë burrat kur ka hunë kështu, ashtu ka metë. Fjalla u kon fjallë. Fjalla u kon fjallë, edhe nga tresat jenë konë ma të vogla, pjesë nuk kanë lonë, dëmonë në këfkon një punë e madhe e kanë zvoglu, në këfkon e vogël e kanë zhdu krejt, dëmonë s'ka mujtë më rritë problemi. Edhe gratë kanë vujtë shumë në atë kohë. Gratë kanë vujtë qatë shumë sa s'ju ka një zoni. E sot bisa dojnë me jetu privatsin e vetë. Është vërtet që keni jetu ndoshta ka 50 rob një shtëpi, edhe gratë nuk kanë fol as një fjallë, edhe nëse ka qenë zullum na i sen, ato nuk kanë fol, veç mos me prish familjen. Ndërsa sot kanë ndryshu shumë gjana. A e këshe këthy atë kohë, a e këshe lun këtë kohë? Diçka për asoj kohë kisha marrë, diçka për asoj kohë, po në thujza që atë zullumin, ja kisha hikë, dhe më thonë që e kanë pas atu këtu dikun, që dhe më thonë ju në tanon, po për shembull, bashkia familjare ka qenë deri, vena deri 117 antarë, ka pas edhe në televizion programe, që jenë konë, edhe ka qenë mundimi i madh. Dhe më thonë, e tash, puna është ma e vogël, tash ju ka dhonë mundësia grave edhe punojnë, për para konë edhe marrë me punu, thëshin, po jenë... Pse ka qenë marrë, pse këto menimi i kanë pas në atë kohë? Marrë me punu... Se nuk jenë konë shkollum edhe dhe më thonë ka pas, qëre, armiku e ka instalu mendimin se në qëfë se shkollu është bashka. Edhe pejtute mos më bashka, nuk i kanë quhe vajzat me shkollu. Qaja ka qenë dhe më thonë, mos tëmë... Ska dash me lume përparu shtetin. Kanë qenë ato shërbimet sekrete të hujat që i kanë instalu atë thonje, edhe dhe më thonë njerëzit jenë friksu me që vajzat me shkollu. Tash e kanë mundësinë e shkollimit, e kanë mundësinë e punësimit, e kanë mundësinë e vetë menazimit. Tash ka pletë raste që për shembull bashkëshorët e jeton me bashkëshortin, po secili ka buxhetin e vet. Edhe në atë kohë për shembull janë konë që vetëm një kulet ka qenë në shtëpi. Se e dyta e treta nuk ka pas bereqet shtëpia, ndërsa sot për janë ka 2-3 kuleta dhe thojnë i kem ka 2-3 rroga dhe s'po ka bereqet në fund, po s'po di mas ku po i harxojmë. Po sa po thomën me pas mundësi dësene i kisha jek të atëhershit, po do i kisha lanë se u konë shumë ma mirë. Shumë ma mirë konë. Ma bereqet u konë. Ma bereqet u konë. Edhe pse gratë kanë hek, edhe pse jeni gjetë me mësitni në atë kohë, s'kan guxu me thonë as nuk po m'pëlqen, as po m'pëlqen ky person. Se u kon fjale besës, u jep që ai person, edhe s'kan guxu për me... Për veti, ku mjetu në kohën e mësitnive. Në kohën e mësitnive? Po, në kohën e mësitnive, kur i ka orë nusja, edhe ai për herë të pare ka po kur vinë dhe unë. Po në për veti, unë jem njeftuar me nusën tem. Ti e ki gjithë? E kum zedë vetë. E për në atë kohë? Në atë kohë, bili tash me 24 të në bëhen 40 vjetë martesi i bëj. Në moshën 19 vjeçare e martu. Edhe e ka pas ditëlindje ngruja atë ditë. I na dalë me festue. Edhe i erdhe sapi, hajde të njoftoj me familje dhe nala krit. Se në atë kohë ka qenë shumë e vështirë, po me e gjedi dikon vetë, edhe si... Ka qenë edhe tabu, tema ja farpune, ka qenë marrë, e grabiti, e iku, adin të qysh, thuti që ke marrë me zërë. Grabitje, unë e shuj në kohën e thuj za kasakve, se kasak nuk kanë grabit. Gra, po thëmë në atë kohë, dhe më thonë, kër u konë koha kasakve, atëherë ka pas raste që u shku me dhune, ka marrë pa e një fare, u hi me armë, tap, qu, edhe ka, qa është për hesapin të em grabitje. Për deri së është me sef për 2 anës, nuk e konsideraj. Që gjatë, kur i tregove prindve tu, edhe bashkëshortja jote, kur i tregoj familjes vetë, a ka pas ngeci që njoni prej këtënve 2 palëve ka thonë jo nuk banë? Babën e këm pas të mesum edhe une
i thash babës me cudi kanë tafër ma, din që e njohin edhe ata, tha jo, s'du me plesnu punë kërkush, shkoj vetë. I plesnë ju në vetë. Edhe u shku e vetë, i ka honë, kanë dohet qështu, edhe ashtu qështë s'ju ka vetë vojza ju, as mu s'm ka vetë djallit, tash u bo kjo punë edhe ata e kanë bo për hajrë edhe këna kalu mirë. A ju folë fëmijëve shpesh për historinë tonë me bashkëshortë? Ju tregoj, tash unë jem gjysh, 14 herë jem gjysh. 14 herë jem gjysh, tash në 7 orë pres 15 herë. I kam 4 nipa e 10 mesa. E 10 mesa. A ma shumë u gëzove 4 kur u... djemi kam e nevojës. 4 djemë e nevojë, paç me jetë gjatë. A ma shumë u gëzove kur u bone gjysha, kur e bo bab? Ja, tash është emocion i veçantë mu bo bob, nuk muj me thonë se po në më pyetsh, a i dënë ma shumë fëmijën e tu a nipat, unë e thëm nipat edhe mesat, i du ma shumë se fëmijën. Po. Çfarë ndjenjë është ta merr dashninë e fëmijës? Po është se që për shembull e vlodin tonë morë dhe sopin në afekt i dhënimit mund është mira, nipit e mesës jo asesi. Pse? Yes. Edhe ndashta edhe plesnia bët vetën e ligum vësia. Ja, i du shumë edhe nuk është kjo të une, po është prezente dëmon kur më kanë thonë për para ki me desht nipin e mesën ma shumë se e vladin thysha qysh mundet më konë kjo, po jes. Sër, dhe me thonë, nipat po i dojshë pak ma shumë se fëmijët. Edhe tregove që s'munësh për me i do, që të pyta a ma shumë je gëzu kur je bo gjysh apo bab, edhe në atë ku pse ka qenë që kur je bo prind nuk i guxu me e marrë fëmijën në dorë? Nuk është që s'ke guxu, po ka qenë tërp, dëmëhon u konë mentaliteti që ashtu si ai i ka orë marrë për i babës vetë me e marrë në prehen, edhe ka raste, mos tëmë shumë raste ka, që babës vetë i ka thonë bac, e babi ka thonë gjyshit. Se e ka një babën e vetë të i thonë bab, e fëmija tjerë të i thonë bac këtina, dhe fëmija i ka thonë babës vetë bac, po qashtë. Qashto ece. Qashtë. Dhe më thonë ju në konë kora që do gjana i kishë ndryshu. Nuk i kishë, sa i përket respektit edhe dashnis. Kisha huazue, dë piktuit i kisha gjua nejsë, si kisha lon këtë ecë. Si kishë lon heqë. Qëfar këshilla i kisha jep tiri nisat? Këshillën ja kisha jep ata që se kanë krye shkollën me mësu sot monën. Se shkolla është arma kryesore kundër armikut. Me mësu sot monën, me konë besnik, me majt fjallën, edhe me ra kesmës me shkel fjallën. Edhe, a me ndonë që pak liria tepër të vajzave po bojnë që sot me pas kaq ndarje të mëdhaja, se në atë ku nuk keni pas ndarje, rrallë keni ndi që dikush është nda ose ka pas përleshje mes në familje. Pe konsumojnë dashnin, hala pa marë. Se për para nuk ka pas kontakt, dhe më thonë, kur jenë njoftue, jenë marë shumë shpejt, nëse jenë njoftue si kuronë për shembull, jenë marë shumë shpejt. E nëse jenë fejue, ata nuk jenë taku deri sa ka marë. Kështu pe jenë taku. Kështu pe konsumojnë dashnin, tani po është xhelozia në pyetje. Ti ki TikTok, ti ki Facebook, të shkrujti këtë, shkrujti aj, dëmon, Telefoni i bën pak për e dy anshme është xhelozia, jovës moshli ndaj femnës, po femna ndaj moshlit. Bili femna ndaj moshlit më shumë. Në atë kohë do me thonë nuk ka pas, të e pas parasysh që telefonat s'kanë qenë. Edhe, a ka pas rast që najherë keni komuniku me letra ose, për shembull ti, me bashkëshortën tonë që e kisat. Qysh ki komuniku me ta? A ka pas rast që naj letre, ki qute përmes shoqënisë? Përmes shoqënisë, përmes nxënësve të shkollës, po, edhe përmes DSB-pa për qështu amë këtën. E qështë letra? Së pas, ja, telefona s'ka pas. Dhe me thonë ato kona, ju në konë shumë atë mira. Kena shkru poezi, qështu poezi, njoni tjetër kena shkru poezi. A, bon mena i njo që e këshkru. S'kisha mi thonë. I ndërum në aty të falenderojmë për zamërsisht që ti ndave ko me neve, ti e paq shnetën e ti e bëzoti ju më gjatë. Faleminderit shumë, faleminderit që keni ardhur. Faleminderit shumë.